a shikus doshën jetë Zizrone. I përshëndesim prej qytetit kantonit të Freiburgët, përndryshe një kanton frangjesht falës. Jena këtu me një përbensh, nuk i nga orë as perenti, besa si jemi nuk është, as me shqit me njo, po është i njonit për i biznesmenve, mu i me thonë, ma sukses shumë është edhe në Zvicër, i Kushtrim Zogajt, i cili është nga ky kanton, përndryshe është edhe antar, edhe nën kryetar i xhamis, për cilën edhe jena ardhë për me bo storjen, për me u njoftu me xhamatin e saj, me aktivitetet. Këto jemi të Bashkia Kulturore Islame Shqiptare Freiburg, është objekti i vjetër, për i cili ta kanë me kalu edhe në objektin e ri. Shkojmë rana, takohëm me njënin prej antarëve të kryesisë me Liridonin, edhe të na njofton pak me aktivitetet e kësaj xhamie. Na vetë jem prodhimet Kosovës. Nëse na nuk jem të kënaqur me prodhimet Kosovës, na nuk jem të kënaqur me veten. Këtë natë i kemi mbledh 1.8 milion. Krejt puna që bëhen, krejt ta vllazën që vinë, be 50-60 persona, e gjithçka është falas në punë vullnetare. Xhamiat janë shtëpit ose vendet ku shqiptarët mbledhen më shumë ti. Pe kem derin shikus dashën këtu me njërin prej antarëve të kryesisë, nikosisht edhe antari më i ri, kështu me mosh, po mjaft i zellshëm edhe punëtor që është edhe e morën vesh me Liridonin nga Ferizaj. Liridon, faleminderit që të kohën neve. Mirë se keni ardhur, faleminderit juve që keni gjetë kohën, na keni ardhur me na vizitu, me na ndëru. Gëzohemi shumë këtu me sa përshane në ambientet e para si henëm. Këto është një lloj pritje, një lloj kuzhine, e kalojnë kohën e lirë xhamati. Këtu e kemi një kafeteri të vogël, nuk ka shumë e madhe, po ka shumë bereqet. Këtu zakonisht pas namazëve e mbojmë një farë mbledhimi me hoxhën ose me mes neve, mes vllazërve, bëjmë muhabet, pim diçka, hojmë diçka, e kalojmë një kohë. Krejt janë të importuar prej Kosovës, përveç ujit. Përndryshe gjitha janë të importuar prej Kosovës. Jeni të kënaqur me prodhimet tona vendore të Kosovës? Na vetë jem prodhimet Kosovës. Nëse na nuk jem të kënaqur me prodhimet Kosovës, na nuk jem të kënaqur me veten. Na jem vetë prodhimi i Kosovës. Kështu që duhet me u konë të kënaq. Këtu, këtë objektin këtu ku e kem, domethënë jem me qëro, xhamin që e kem ble, jemi tu e ndërtu, inshallah shumë shpejt është drejt përfundimit. Punimet kanë avancu shumë. Këtë pjesën këtu nuk na përmbushin më kushtet tona, se elhamdulillah u rritëm shumë si xhamat. Antar aktiv i kemi 209, pa fol domosë pa i përmend ata të tjerë që janë jo të regjistruar, domethënë antarësi. Kjo është lista. Këto çka po shohën gjithë shqiptar? Gjithë shqiptar, këto është aksioni final për përfundimin e ndërtimit me 8/3/2025 u mojt grumbullimi të holla për me përfundu objektin që e kemi filluar me ndërtu, xhamien në Tafers. Këtë natë i kemi mbledh më shumë se 550.000 franga vetëm me xhamatin tonë, vetëm me antarët tonë. Vitin e kaluar i kemi mbledh po ashtu vetëm me këtë xhamat, pa dorë me kërku jashtë dikon, përveç ndihmës Allahut, edhe këtë antar që kemi këto i kemi arrit me bon 1.8 milion. Antar që i kemi na, elhamdulillah, e ka një momentin e fortë edhe kjo na mjafton. Mashallah, i gëzohemi shumë punë dhe suksesit juve. A shkojmë shumë tash objektin brana? Këtu është solla e parë. Këtu e ku kapacitetin normalisht për 7 persona. Po kur kemi pak më shumë kallabllak ose gjatë taravive, vazhdojmë deri 85, 90 në varet edhe pak prej peshës standarde, kështu që mundam me u bë deri 100. Domthon kjo është kjo pjesa këtu, falltorën e kemi aty. Kjo falltore është, me thonë, kemi qenë më herët edhe me një objekt tjetër, është këtu, elhamdulillah, so vjet i ka, po kur një gërrit nuk e ka. Qatë objektin që e falem, bisedum rrasoj, është bashkë që këmë rapa meje. Një objekt me ofer 1500 metra katror. Veç këtë plakën e përdhezës, në thanë që i ka rreth 800 metra katror. Krejt kjo shfrytëzim të kësaj qendrës islame shqiptarëve këtu në Freiburg. Për ma tepër, shkojnë amrana dhe njoftohen me kushtet. Objekti, veç po doket që thuj se ka kanë gati edhe ka kanë kibel, shumë pak diçka po luka. Po, të më thonë, na besojmë që mërna 2 mujve, sepse inshallah do dalim këtë objekti këtu. Punimet që ju mbon krejt objekt është vërtet me u habit. Krejt puna që bëhen, krejt këta vllazën që vinë, që ndonjëherë e arrin shifrën mbi 50-60 persona për një çtune,
e gjithë shka është folas, punë vullnetare. Mashallah. Po shikus doshën, veç me një matematikë thjesht, po folim dikun 60 vetë, so paguhet ora këtu në Zvicër, edhe krejt ta jënë gjendje me sakrifiku vikendin, kur zakonisht njerëzit e presin me pa dërim me ardhë fundi i javës për me kalu kohë me familjen, shqiptarët me përkushtimin, me dashurinë dhe vullnetin tyne për me bëhet diçka të mirë për komunitetin këtu që janë, pra janë gjendje me sakrifiku edhe kohën, edhe parat, edhe mundin e tyne për me ardhë edhe me ndërtu qëto objekt si në asat jemi në ta. Xhamia jonë, objekti është domethënë i gjithi me solar, ku përveç që solar janë të ofruar pej vullnetarëve, janë të ofrume, të pagume, të montume, gjithçka është bërë me folas, edhe te puna e solarëve. Këto pa i hish shumë me detaje, po vrej që është hapësinë e dedikuar për kuzhinë, apo në bazat pajisjeve. Po. Ky do të jetë restoranti që do të punoj, do të funksionoj në kohë të xhamisë, i udhëhequr pashtu nga xhamia. Ki pjesën këtu e kemi domethënë kuzhinën, ku është do të ketë kuzhinier, do të ketë punëtor, po është më shumë shërbim, vetë shërbim, domethënë secili mund të merr shërbim vet. Pastaj ki pjesën këtu është restoranti i gjatë, po është para po, edhe që inshallah do të ndohet, domethënë dy pjesë, një pjesë familjare, për ata që do të marrë me familje, me gra, me motra, me vajza, domethënë familjarisht, kurse kjo pjesa tjetër këtu, ona e majt do të jetë vetëm për vëllezërit tonë. Të pas parasysh që njerëzit vinë, kalojnë kohën to, edhe kanë biseda të lira, çojnë halle, çojnë derte. Sa ta merr mendje që janë vene miqësore dhe që arrin për me bo për veti, me ardh edhe njerëz në këtë rast shqiptarë cilët edhe nuk falen. Me ardh me thonë këtu të takoj shqiptarë të tjerë vitë rritë. Për momentin, në vendin ku jemi na në Zvicër, xhamiat janë shtëpit ose vendet ku shqiptarët mbledhen më shumëti. Edhe shpesh herë, edhe unë kam domethënë shoqëri që janë besimeve të ndryshme, ku kanë dëshirë me ardh me nejt në xhami, me pi diçka, ose ndonjëherë edhe fali namaz me neve, po ka interes. Ki pjesën ku jem këtu, është e pome, është e para pome, edhe që do të realizohet inshallah shumë shpejt për fëmijët, domethënë mund me ardh familjar, me i marr fëmijët me veti, jo që më u pengu fëmia s'u po shkoj me pry një namaz ose me pi një kofë diçka, për arsye që fëmia vogël ose s'po kim ku me i lënë. Domethënë këtë pjesa këtu është destinuar vetëm për fëmijë. Këtu ku jemi është domethënë ventilimi i komplet objektit. Ja vlen cekët që përveç punës që është bën folas, komplet montimi i ventilacionit, gjithë materiali është dhuru folas. Është domethënë vërtet madhështore. Komplet që kjo, se po shohim sasit madhe teknike, tuba tojrit, po shohim pjesë atje për nga mashineri të ndryshme, thonë për këto xhamia nuk e ka dhënë xhamati asnjë cent, a? Shkoj jeni të po, tash të përfundume. Me pas po përfundu, kon hala shumë më interesant. Këtu xhamia absolut nuk ka pagu kurrë. Gjithçka është dhënë nga donatorët.